Byllisi jep shenja mbijetese, teksa vlen goli i Da Silvës në fillimin e pjesës së dytë për të mundur në Adush Muça të ballësit vllaznin. 36 pikë për Byllisin, që tashmë është shkëputur nga fundi i ftohtë i renditjes. Në fakt një pjesë e parë që e sheh Byllisin më tepër iniciativë, ndërsa që në të 8 minutë i afrohet golit. Por Berko nuk ka shënjesër e dur. Ka dhe momente të ashpra në lojë, ndërsa në të 18 minutë vllaznia pretendon për faull pas ndërhyrjes së Abazajt në dëm të Salës. Minuta 23 shënon daljen e Bajramit me karton të kuq. Edhe pse faulli ishte për shkodranet, Izeira e ka ndëshkuar Bajramin para të reagim që nuk i shkon poshtat skuadrës kuqe-blu. Në të njëjtin moment është ndëshkuar dhe Berko me karton të verdh. Edhe pse me një lojtar më pak, vllaznia këmbëgul, ndërsa Mbala ka tentuar nga goditja dënimit, teksa topi është ndalur në murin mbrojtës të ballqotëve. Ndërkohë ballqotët shkaktojnë faull në zonën shkodrane, kurse për miqt vjen dhe goditja dënimit e fituar nga Gruda që e nxjerr përpara skuadrën e Berdariç. Byllis e mbyll pjesën e parë në sulm, ndërsa Peralta ka humbur një shans të ardhmë. Mirë po pjesa e dytë nis ndryshe për Byllisi, që në të 47 minutë e sheh veten në avantazh me golin e Da Silvas. Sërish momente tensioni, kjo në të 67 minutë, ndërsa Peralta shkakton faull ndaj Qatos. Protesta nga sulli i vllaznis, të cilët kanë kërkuar ndëshkimin maksimal për lojtarin ballqiot. Vllaznia kërkon barazimin, kurse në të 74 minutë Batista ka pritur gjojtjen e Deliut. Shkodranët krijon një tjetër rast shënimi pas 9 minutash, por gjithçka është frenuar nga pozicioni jashtë loje i futbollistëve kuqe-blu. Tjetër moment i mirë për vllaznin, kjo në fundin e ndeshjes, e përsëri Batista ndal Delajn dhe në vëshillimin e fundit të Izeirait, ballqotët janë ato që festojnë.